Zakonisht po kalojmë qaste shumë të mira, po festojmë 25 vjetorin, profesor, ishte bukur diçka apo jo? Po, ishte një organizim i shkëlqyeshëm. Tregon se Albasi përveç kualiteteve caja që lidhen me profesionin, ka dhe kualitete të natyrës mondane dhe të mënyrës se si priten mish dhe se si mund t'i kënaqësh të gjithë edhe pse nuk janë në të njëjtën moshë. Me mirënjohje për Riten Petro, e cila i mbron librat, i mbron dijet, i mbron tekstet, i mbron autorët, i mbron përkthyesit dhe mbron murin e madh të dijes, i cili rritet gjithmonë e manë. Faleminderit. Atëherë, edhe një herë urime Albas 25 vjetorit. Unë ndjem shumë e lumtur që kam qenë pjesë e Albasit, qoftë kjo me revistën Grupsat, sepse kam kontribuar pak më shumë për Grupsat, qoftë edhe që kam qenë pjesë e librarisë Albas në Tetov. Kështu që Ritës së bashku me ekipin e saj ju uroj që të kenë frymëzime të reja për libra të rinj, siç kipesh ato, edhe që gjithmonë i bëjnë librat pa konkurrencë. Do të thënë janë më të mirat në gjithçka që vendosin të bëjnë.